Dje në ora 19 në stacionin policor të Gostivarit, një 19 vjeçar nga fshati Leshnice Gostivarit ka raportuar se rreth orës 16:50 në një objekt hotelerik lokal në Gostivar është sulmuar fizikisht nga një person i gjinisë femërore, ndërsa një person i gjinisë mashkullore e ka kërcënuar. Dje në ora 20:30 në Tetov, zyrtar policor nga Departamenti i Policisë Kriminalistike pranë SPB Tetov kanë privuar nga liria një 37 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një denoncimi paraprak. Nga ish partnerja e tij 40 vjeçare nga rrethina e Tetovës se që nga prilli i vitit 2026, pas ndërprerjes së lidhjes së tyre, ai e ka ndjekur vazhdimisht nëpër zonën e qytetit dhe e ka shqetësuar përmes telefonit nga numra të ndryshëm, ndërsa pasi ajo ka refuzuar të vazhdojë lidhjen, ka drejtuar dhe kërcënime ndaj saj e familjes së saj. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj personit do të ngrihet padi penale përkatëse. Dje në ora 21:45 në DPB Gostivar, një 55 vjeçar nga fshati Gjurgjovisht ka raportuar se rreth orës 20:50 para një objekti banesor në rrugën Vllezër Gjinoski në Gostivar, vajza e tij 17 vjeçare është sulmuar fizikisht nga një person i gjinisë femërore, po punohet për zbardhjen e ngjarjes pas së cilës do të vi para shtresa përkatëse. Pas mesnate në ora 1:45 në rrugën Goce Delçev në Gostivar, zyrtar policor të Departamentit të Punëve të Brendshme Gostivar kanë arrestuar dy 18 vjeçar, njëri nga fshati Bellovisht dhe tjetri nga Gostivari. Ata janë kapur dhe prishur rendin e qetësinë publike për një përleshje fizike mes veti. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse.